Sot duke parë dhe video të tjera këtu në TikTok, e lexova një pyetje që kishte bërë një vajzë për tek ne të tjerë që shikojmë atë video. A është e drejtë që prindrit në Shqipëri ndajnë vajzën nga djali? Dhe a është e drejtë që unë të zhgënjehem si vajzë kur bëhet ky dallim dhe nuk na shikojnë prindrit në të njëjtën mënyrë? Dhe disa pyetje të tjera, po do përqendrohem në këto. Po, është e vërtetë që në Shqipëri, po jo vetëm, vajza dhe djali kishin dallim. Dhe unë kam qenë një nga ata fëmijët, vajzë që më deshën çun dhe u bëra vajzë. Isha fëmija e dytë pas një vajze. Dhe mbas meje erdhi vllai im. Dhe po, bëheshin shumë dallime. Dhe sidomos fëmijët që janë, si të themi në mes, puna ime, sanduic që i themi, që kanë një vajzë përpara dhe pastaj vjen dhe një çun, janë ata njerëzit që kanë më shumë, si të thuash, bëhen më tepër padrejtësi në thonjza. Unë jam këtu të them që për shumë vite dhe deri në moshë të madhe, ky ishte shkaku i parë që kam mbajtur unë në një terapiste si puna ime energjetike, dhe mbas një problemi që kisha me gjoksin e majt, që më krijua, dhe shkaku kryesor ishte pse mua nuk më duan prindrit, ose mamaja ime, më tepër se ne fëmijët e kemi shumë lidhje me maman tonë, dhe do më shumë vajzën e madhe dhe çunin që është për çun. Dhe ky është shkaku i të gjitha të zhgënjimit tim. Por tani mund të them dhe ty dhe të gjithë ju që e shikoni këtë video, që zhgënjimi është ajo ndjenja më e fortë, emocioni më i fortë që ti e ke, dhe këtu në tokë kemi shumë njerëz që si shpirt marrin pikë më shumë në zhvillim, në evolucion. Unë dua të them që mos qëndro aty dhe në pyetje dhe në mjerim dhe në zhgënjim, por shiko kush është mësimi mbrapa kësaj. Kur ti të shikosh mësimin, që më shikon dhe më dëgjon, që kush është mësimi mbrapa këtij zhgënjimi të thellë, dhe është vërtet që zhgënjime, por këtu në tokë, atëre ti do lirohesh dhe nuk do të vinë më të gjitha këto mësime, sepse këto mësime mund të vinë nga prindrit tanë që fillojnë, por mund t'i keni, në qoftë se keni punuar zhgënjimin, dhe në njerëz të tjerë, sepse pasqyrohet kur e ke nga brenda. Të zhgënjen partneri, të zhgënjen shoku, shoqja, pronari i punës, domethënë të zhgënjen të gjitha koma, dhe në qoftë se ke bërë fëmijë. Dhe zhgënjesh nga fëmijë. Dhe këtu duke ecur, shikoni sa bukur është pema e parë që po shikoj që ka celur, dhe jemi në Ndorë. Do të thënë një gjë e çuditshme, në Ndorë të celi tani pema. Gjërat dhe vitet janë në zhvillim, në evolucion të tepërt, mos harroni, dhe asgjë nuk bëhet pa asgjë, bëhet për gjithçka dhe bëhet për evolucionin tonë. Në qoftë se dhe ti, që ke një problem të vogël apo të madh, akoma dhe zhgënjimin, emocione të ndryshme që të shqetësojnë dhe çfarëdo moshe që të kesh, i vogël apo i madh, dhe ke mbajtur nga brenda, jam Merita Cake, jam këtu terapiste energjetike universale, trajnere dhe mësuese zhvillimit personal dhe zgjimit kolektiv. Me përvojën time, me metodat e ndryshme në individ dhe në grupe, mund të të ndihmosh të lidhesh me veten, të lirosh çdo lloj emocioni që janë pikat kryesore, janë çelësi që ti të lirosh, të hapësh zemrën, të kuptosh mësimin dhe të bësh ndryshimin dhe evolimin për jetën tënde. Mos harro se këtu në tokë nuk erdhëm vetëm të ham bukë dhe të punojmë, por erdhëm të jetojmë, jo të mjetojmë. Por që të jetojmë, duhet të kuptojmë mësimin dhe sa më shpejt të lirojmë, aq më mirë është. Nuk po të them që jeta është e lehtë, por as edhe vështirë.
kur ti arrin punon me veten. Vetëm puna me veten mund të liroj nga çdo bllokim. Dhe sot, vërtet nga kjo pema këtu, nga kjo lulja, dua të them që ndërroje jetën që tani po cel veten tënde. Çdo gjë bëhet për një gjë. Jam këtu të të ndihmoj dhe më shkruaj në privat në Telegram, në WhatsApp ose në Viber tek numri 0030 699 321 4637 që të mësosh pse ke ardhur në këtë jetë, çfarë erdhe të bësh dhe ku do shkosh, dhe pse zhgënjimi, dhe pse bëhen ndryshimi dhe dallimi ndërmjet femrës edhe mashkullit, vajzës edhe çunit. Po është e vërtet që prindrit tanë na bëjnë dallime. Puna është ti çfarë do bësh për veten tënde? Shikoj, do ngelesh atje, në thatësi, apo do lidhesh këtu me këtë pemë që ka lulëzuar në nëndorë. Është një gjë shumë e bukur e manisme. Nuk e di. A keni parë edhe ju në nëndorë pemë të celur? Unë për veten time, për herë të parë po e shikoj. Ju dua shumë dhe jam këtu të ndihmoj në çdo problem të vogël apo të madh. Por kur vetëm ti je gati dhe mund të bësh ndryshimin, por jo të qëndrosh në ankesë edhe në qarje, sepse ajo energji nuk mund të çojë përpara. Duhet të bëjmë diçka ndryshe nga ato që ke bërë deri tani. Ka zgjidhje për çdo gjë, dhe zgjidhja dhe sekreti je ti. Ti do marrësh vendimin të bësh diçka ndryshe. Ju përshëndes.